Unë mendoj që ne numra duhet i shtojmë në protest, nuk mund të merremi dot me protesta modeste, duhet kemi protesta të fuqishme dhe kjo vjen nga takimet që do kemi me bazën, duhet me shku në bazë, me taku njerëzit atje dhe të hapen debatet cilat deputetët, grupi parlamentar nuk duhet qëndrojnë në Tiranë, duhet shkoj takoj njerëzit atje dhe tjetë megafoni halleve dhe problemeve të tyre. Në rast se këta janë megafoni problemeve të njerëzve, atëherë sigurisht që radhët në kryeministri, tek sheshi para saj, do të shtohen, patjetër. Nuk mund të organizosh protesta, domethënë modeste kundër Edi Ramës. Unë mendoj që ky është një moment krucial dhe delikat që po përjeton kryeministri Rama dhe kjo duhet kapitalizohet dhe të materializohet në frymë dhe në njerëz në për protestat të mëdha që duhet ketë Partia Demokratike. Gjithsesi, këto janë dy procese paralele që duhet ecin. Nga njëra anë është analiza Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër është protesta që e kërkon domosdoshmëri koha dhe qytetarët e tjerë që nuk janë anëtar të Partisë Demokratike. Pra, ne duhet arrijmë ndajmë gjërat që t'i përgjigjemi nevojave të brendshme në PD, po edhe njerëzve të tjerë që s'kan lidhje me PD-n, po thjesht kanë hedh votën ose se kanë hedh votën te PD, nuk ka rëndësi. E kanë hedh për Ramën me 11 maj, tani nga ky skandal. Një ide. Jam dakord me të gjitha, Olon, ndjesit të ndërpres. Ore, ti je dakord që Sali Berisha do të vazhdojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike? Marsito, shiko vllajën, se e kam gjuar 3 herë këtë pyetje deri tani, nuk do merrni përgjigje nga unë për këtë çështje pa u mbledh strukturat e Partisë Demokratike. Unë e kuptoj edhe sensacionin, edhe atë që ti do me nxjerrë, e kuptoj shumë mirë, unë të ndoqa me vëmendje. Madje ti the që edhe si mendoj unë nuk të dash përgjigje për atë, pra ti the që Auloni mendon që Sali Berisha duhet ikë. Jo, unë e dëgjova me vëmendje dhe nuk, do me thënë nga respekti që kam për ty, nuk ndërhyn atë ajo pjesë, të dëgjova. Dakor. Qofse e merr për ndërhyrje ndjes. Jo, me jo s'ka lidhje, po thjesht, do me thënë, ideja është që ta... është kundër sensacionit. Po s'jam për këto tema, më por nuk kam qenë në jetën time, nuk kam bënë kështu t'hiki kyt vija ai, vetë ai. Unë jam një njeri që kam modelin tim politik dhe nuk do gjeni ndonjëherë nga unë këto momente. As nuk jam për këto tezat që po dalin tani në rrjetet sociale, tik flamur nokat, futet Ervin Saljani, këto janë muhabete kështu pazaresh, por muhabete Facebooku, e ke parasysh. Unë mendoj që duhet me rrit pak, do më thënë, pjacën edhe nivelin e përfaqësimit. Tani ideja është që duhet i përgjigjemi kohës përsa i përket zonjës Belinda Balluku. Tani, unë kam vetëm një gjë, do më thënë, që ta mbyll këtë diskutimin tim. Tani këta thonë që nuk është momenti për me diskutu për PD-n, sepse koha e thret për Belinda Ballukun. Kur do që diskutohet për PD-n, qeveria ka nga i skandal. E kupton, pra kësaj gjoje nuk i gjehet karari. Kjo është hypset vrava, zbritset vrava. Edhe kështu nuk mund të funksionojë kjo historia. Se në qoftë se do flisni më përpara, do thonin, ore, është puna Arben Ahmetajt, si dilni ju flisni tani. Në qoftë se do flisni më shkurt, ishte puna Erion Veliajs, që do sfumoni me Erion Veliajn. Ne nesër me fol, do mbyllet skandali Belinda Ballukut, mund shkojmë burga, mund dale pafajshme, nuk ka rëndësi, se është prezumimi pafajësisë, do plasi skandal tjetër të qeveria. Edhe me këtë logjik nuk vazhdohet, se nuk është e nershme për mendimin tim. Okej, Beni, në raport me... Mendim do të se vetëm i fjalë, zoti Ben, më fal, nëse ndërpres. Ka vetëm një gjë, politika në fund ditës është interes. Nuk ka askush që bën politik pa pasur interes. Problemi është që duhet konvergojë interesi personal me shumatorën e interesit partisë. Ky quhet legjitimitet politik. Edhe në qoftë se po tjetë, me qenë se Auloni të duke që s'qëndrojnë dhe mund t'jenë teza të ulta, po, në qoftë se zoti Saljani do i përputhe interesi personal me interesin e përgjithshëm ose me shumatorin e njerëzve, po mendoj që nuk përputhet. Pse nuk përputhet? Sepse nuk mund kërkosh një pozicion thjesht me idenë që kam qef t'jem kështu, ose dua t'jem kështu. Po pra Marsit, unë po them nuk jam për këtë linjën, pra unë po të shpjegoj, po flas publikisht. Pra nuk jam unë që të më përdor dikush me kapi pozicion, unë këtë po të them. Unë distancohem direkt për këtë histori. Unë jam për parimin në tavolinë. Në rast se bie parimi, nuk jam në tavolinë, më kur, ka që thjesht është. Dakor, jam edhe për parimin, jam për ta shpjegoj për parimin. Çdo akt politik që të ketë legjitimitet, duhet përputhet interesi personal i secilit me shumatorën. Sa kush nuk është aty me idenë që dua Partinë Demokratike më shumë se veten. Gjen një përputhje me disa interesave, ti për shembull e ke tek filozofia konservatore, tek idetë konservatore të djatha. Dikush tjetër e ka se do që të jetë deputet. Dikush e ka se do të jetë fluks. Ke drejt, dakor, nuk kundërshtoj për këtë. Po pra, tani ideja është që unë mendoj që interesi personal do të konvergojë dhe me shumatorën, mëse interesi personal mund të jetë që unë kam luftuar para 20 vjetësh, unë e krijova partinë. Mirë, po çfarë ndodh? Është postuar
konvergimi interesit personal me interesin e shumatorës partisë. Sot ka tira interesa, se po të ecim me këtë logjik, i bie që gjithë liderat ishin përjetshëm. Prandaj vjen një moment që problemi fillon, e ka thënë për ta përfunduar. Henry Bergson e ka thënë shumë qartë në raportin logjik. Ka fenomen dhe epifenomene. Epifenomenet janë zgjatime. Nga herë nuk duhet merresh me ndryshimin e xhaketave. Problemi është që vendi ku varen xhaketat nuk është estetik ose nuk qëndron. Ne merremi ndrojmë xhaketën. Kush është problemi kryesor? Problemi kryesor është që sot kryetari dhe struktura drejtuese e Partisë Demokratike s'kan legjitimitet. E kanë treguar disa palë zgjedhje. Është e thjesht fare. Në qoftë se ne veprojmë si tek historia e rrobave të reja të mbretit, që mbreti është lakuriq, edhe askush ka guximin të thotë që je lakuriq, po shtiremi sigurisht me rroba, është problem tjetër. Pra po ndoqën fenomenin hajë se zgjedhjet janë vjedhur, po të faktojmë vjedhjen, kjo është domethënë aq shtiremi sigurisht i veshur. Okej, mirë, Ben se të ndërprem. Jo, është normale. Përpara se të bëj mitingu i parë, kur u mor e pandehur Belinda, Berisha ka dalë në konferenca shtypi dhe ka kërkuar gjithë trupet deputetëve, gjithë aktivistët dalin në terren, të na sjellin njerëz, të bisedojnë me njerëzit. Çfarë tha Kalaja tani? Atë gjë. Nuk është ndonjë gjëre. Vim tek parimet. Kalaja ka qenë mbështetës i flakti i është normale, i foltores. Foltori u ndërtu mbi dy parime. Nedi Basha dhe fraksionet. Të cilat do të bësh institucion dhe do të bësh normalitet Parti Demokratike. Po shohim 5 veta, 10 veta, 15 veta që po dalin dhe po bëjnë ngjarje. Janë një grup personash të cilët nuk po gjenë hapësirën në Parti Demokratike brenda institucioneve, po vetë kafene dhe po e bëjnë gjë në kafene. Pra, a është parim prezenca e fraksioneve të përjashtuar Parti Demokratike? Cili është qëndrimi këtij grupi? Zero. Po mira, a është parim ne një statuor i largimit të kryeministit, të kryetarit nga partia kur u mbet, është parim. Dhe kur vjen puna, për këtë parim po pyesim, thuhet jo, nuk mbajmë qëndrim për të, po parim është ky. Vim të parimi tjetër, unë duaj që partia jonë të jetë konservatore. Zotri ke 30 vjetë, që ai parti nuk është konservatore, s'është fare konservatore. Për të mos thënë që ka dhe probleme serioze me çështje kombëtare tjera, po konservatore nuk është. Dhe ti vazhdon të jesh atje. Ka 10 vjetë që ai s'është konservatore, ti vazhdon të jesh atje. Je ti në vend e gabuar atëherë. Shko, prodho partinë tënde konservatore dhe vazhdo konservatore, mos qëndro aty më. Ky është parim, po të them. Tani vite një çështje tjetër që është shumë serioze. Ne kur bëjmë analizat e mitingjeve dhe protestave, shohim që është një minorancë. Po bem, po doja të parë dhe si, po themi, përmbledhse e shumë rrymave të së djatës. Të lutem tash okej, ta bëjmë këtë debat, Ti, kur këtë gjë nuk e ka arritur ta bësh një gjë të tillë dhe ti nuk shef që kjo parti ka një nuancë të tillë dhe nuk e përfaqëson tezën tate, pse ri pra aty? Ik se ti nuk mund ta bësh një gjë të tillë, sepse ti nuk ke hapësirë për ta bërë një gjë të tillë. Ti thjesht flet në media, është normale, i kemi dëgjuar dhe unë jam absolutisht në mbështetje të gjithë tezave, të cilat janë absolutisht dhe nuk i heq një presje. Çështja është mos jenë vënë gabuar, largohu nga ajo. Vite pjesa tjetër. Mitingjet.